Togeri i policisë rajonale në Prizren, Shoqir Bytyqi, informon se më datën 5 janar 2026, rreth orës 17:35, policia është njoftuar se në adresën e lartë të cekur në rrugën Enver Hadri në Prizren kishte rënë në zjarr në një shtëpi panimi. Patrullat policore kanë dalur menjëherë në vend të ngjarje ku kanë kontaktuar me ankuesin, i cili ka deklaruar se në rrethana ende të panjohura kishte shpërthyer zjarr në katin e parë të shtëpisë së banimit. Në vendin e ngjarjes kanë dalur njësitet e zjarrfiksve, të cilët kanë lokalizuar dhe fikur zjarrin. Po ashtu në vend të ngjarje kanë dalur njësit i kecit, si dhe njësit i urgjencës mjekësore, të cilët u kanë ofruar ndihmë mjekësore 2 viktimave, të cilët janë avistikuar nga tymi. Sipas ekipit mjekësor, gjendja shëndetësore të lënduarve është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë. Sipas deklarimit të viktimës së lartë të cekur, dëmi material i shkaktuar nga zjarri ende nuk është i vlerësuar. Në vend të ngjarje kanë dalur gjithashtu hetuesit kujdestar dhe njësiti forenzikës. Lidhur me rastin është kontaktuar dhe njoftuar prokurori i shtetit, me urdhër të cilit iniciuohet rasti dhe rasti mbetet nën hetime.